Rikthimi i pamjeve shqetësuese në rrjetet sociale ka alarmuar publikun pas publikimit të një video nga Genarda Ajdini, ku shfaqej motra e tij, Sonida Ajdini, totalisht e zhveshur. Ky nuk është rasti i parë i këtij lloji. Pak kohë më parë, Ajdini kishte shpërndar materiale të ngjashme, duke ekspozuar motrën në mënyrë të papërshtatshme. Pas ngjarjes së mëparshme, të dy personazhet përfunduan në një institucion psikiatrik, por u liruan pas disa ditësh. Rikthimi i këtij veprimi ka ngritur shqetësim të madh dhe ka nxjerrë në pa nevojën për ndërhyrje të menjëhershme nga autoritetet dhe institucionet përkatëse. Ekspertët theksojnë se pas çdo videoje apo pamje që shpërndahet online, gjenden njerëz me emocione dhe nevoja reale, ndaj shëndeti mendor dhe siguria e tyre duhet të jenë gjithmonë prioritet. Institucionet kanë përgjegjësi të sigurojnë që personazhet të marrin trajtim të përshtatshëm dhe të parandalohet çdo episod i ngjashëm në të ardhmen. Autoritetet paralajmërojnë se do të merren masat e duhura për mbrojtjen e individëve, si dhe për të garantuar trajtim të vazhdueshëm psikologjik për dy shtetasit në fjalë.